A më qa keni frike? Pa e kam vu siguret? A më qa keni bë mire? Edhe ju I lejmë shakar, po qa po bëtë që në Shqipëri më da, pa, a lanë nëmë të kështë, qa bëtë shumë më da? Viti 2011 mas Krishtit, akoma kështë gjonët më, është bo me shku kuj këtë qizëja, me i dhonë 50.000 lekë se t'jabin 150 më burqë. Qa bëtë shumë më da? E disi jo më për jo, jo më gjithë nerva, se kom 12 ditë që rria ty këtë qizëja, ha, pi, fli. Për qimë se be, ditën e parë që nga bunë aty këtë qizëja, e shtymë se erdhe popli, të shtymë e popli, shtymë që mos prek i që durët i, E nëse iku dita parë, dita e dytë, ram në monotoni. Ishim aqë në gjithë me njoni tjetrin, sa që dinim gjithë që kishim këtë gjepa tanë. Por ditën e tretë, plasi lufta. Se ku shërdi një nga këta deputetet e pësës ke veshim, tha, Lale, qao kjo këtu? E unë i thashun, kjo është këtë qëzëja. Më regull, një t'ju këthy nga pople. This is Sparta! 300 veta të ju sul policisë shu, po shqyqyre kom pat filmin 300 spurdhjakët edhe... E di se si fitojnë ata dhe ta ke shtymë pra popullin. Ditën e 4, fillun deputetet të nga mërë me të mira. A mund të flasi shqyre, edhe shkojun, ku ishte kuj deputeti pësës Besnik Bare. Që dojë dhe shumë? Këntin rotun është një furgon i bardh. Me 4 goma të bardha, me 4 marmita të bardha, me 4 dritare të bardha, që ka brënda 4 kutit të bardha, që kanë brënda 4 vota të zeza. E mirë, shofën për furgonin kur hiku Besnik Bare, fut mrena ke këqëzdoja. Heq ma hiku ma. Sa e panë Besnikun fillun gjithë deputetet. Edhe unë. Jo, i thashun, jo, se ka regula këtu, po zbatojmë operacionin e. Qa operacionin për? Operacionin jo në quet Afganistani. Tashi, për më deshja, që a bon ata u nëzefën deputetet, nuk bot lafë, s'keni për ty. Ashtu, thanë? Po mirë, hajde lujmë i lojë. Kur usullin policët e mi, pse që ajemi në kalamojt lujmë lojë, a? Që ajemi në kalamojt vegjile? Po jo, thënë deputetet, dhe lujmë atë lojën fluturon. Kur t'jenë sull gjithë policët, unë i pari. A ty unë nëzefë a kejtë, që bërë shumë dhe? Jeni burra më, syvezor. Unë i pari. Do futëm unë i pari. E mirë, morën pozicionin, zumë radhe, gjitha më radhe, i pari ishte Sajmir Tahiri. Hajde, fluturon, Sajmir Tahiri! Iko, e fut mërina, hajde tjetri! Fluturon, e një më përja! E ne, tjetri! Që të më? Të që të bërë? Mirë po, e pash një situata për agravoj edhe kërkova përforcime në radio. Kërkova përforcime nga FNSH-ja, Garda, Renea, Brisku, Prefsja. Që të më? Qa s'kishe? Ndërko që prisim përforcimet, ne? Ndërko që ne prisim përforcimet, aty policëve të mi i fillun pasojat e qëndrimit më orë në punë. Kishim gjitha ato ditë, që hanin vetëm koret e pizzave që linë në atatë këqëzës. Më që ndërë? Pishim cigare të hapme, edhe për të pi ujë shkonim ke lavazh me stek. Shof që të gjithë policët e mi ndjeshin mërzitur, edhe nga vetlat e tyre arritat të lexoj. Më kojnë, që të bëjmë të shi? Aty mora qëndrim, një të morë celularin edhe morë shefin celular. Po që ta bindja për kushtet e trasha qikzonin. Alo, me, gole, më që i po mire. Do nësi dhe një qikë sopë salom në i gjokë që da po ta le punë fare. Lek, tha shefi, le fare, je pu shumë.
Po jo më jo se bëni shaka më. Bëni shaka, po na sillni në gjë mos e ngelëm këtu, më jena bo keq fare në i lek në kështu se po punoj me lekët tona. Do lek ti. Po ti ke që 21 janar pa punuar dhe t'kena dhon rrogën. Ç'a lekësh do ti? Unë ndjeva keq. Po shumë keq. Aty një të heq kapelin se mi që bë koka si forma numri 8. Edhe një të zhvesh, edhe thash do hiki shtëpi, nuk punoj me policë. I lash dhe shokën mbrapa. Shkova me lokal ku shoh këto muzion për gjithë policët që kanë ndërnjë shërbim, ka 300.000 lekë shpërblim. Jo vrap, 4 herë me të kush e kam hy, as dhe me ditë fare. Po mirë më të lete njëri në i polica ty me u fute? Jo, nuk ka vend, 400.000 lekë, kush t'i falë? Unë djeva aq keq, sa që thash po hiki, dita më i zymë të jetës time. Nga djellë filloj të ersoj, thash do bine i shi, o ersu akoma dhe më keq. Ngrej kokën lartë, jo brace, po! Na të myrë!